Fakti që s'kom pa ndonjë lëvizje tjetër. Kështu që kjo është realiteti dhe sa Do të abstenoni përsëri sot? Po vota jonë është kur e kaluar. Edhe besoj që është një votë e cila është në përputhje me kushtetutën, me ligjet. Edhe kështu do të vazhdoj të jetë si e tillë. Çka metodi zoti Gjimaj? Cila është zgjidhja? Zgjidhja besoj unë është partia që ka të drejtën për të propozuar kryetarin e kuvendit, duhet i bëjë gjitha përpjekjet e mundshme për të ndërtuar shumicën parlamentare. Shumica parlamentare nuk kupton koalicionin qeverisës, edhe për parlament, edhe për qeveri. Kështu ka ndodhur herën e kaluar. Shqetësoni, kjo do të jetë rruga. Si do që të përfundojnë, dhe kush do që të ndërtoj shumicë, është e vetmja rrugë që përmes marrëveshjeve politike të ndërtohet shumica në parlament, e cila shumicë do zgjedhë kryetarin edhe qeverinë. Ai të gatshëm për një marrëveshje. Aja çka në qendrimin e nisma do të jep kontributin e vet maksimal për të evituar procesin e zgjedhjeve që është e panevojshme, po jo me çdo kusht. Në fundit, çdo sen e ka një procesi ka përfundimin e vet. Do dënim, edhe është interesi në Kosovë që Kosova të ketë sa më shpejt institucionet e veta. Kjo është interesi i qytetarëve, kështu kanë votuar qytetarët, kështu pret nevojat dhe kërkesat që kemi sot me shumë probleme, por nëse nuk ka zgjidhje, atëherë ka zgjidhje tjetër. Zgjidhjet tjetër janë zgjedhjet.